Gostivari po përjeton një bum investimesh infrastrukturore me punime që po zhvillohen në pothuajse çdo pjesë të qytetit. Rrugë të dëmtuara prej vitesh po rikonstruohen, duke marrë pamje dhe standardet e një qyteti bashkëkohor. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, ka inspektuar sot punimet që po zhvillohen në rrugën e Xhamisë së Sahatit. Gjatë vizitës në terren, ai është informuar me ecurinë e projektit dhe dinamikën e realizimit të punimeve, të cilat po synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe krijimin e kushteve më të mira për qarkullimin e qytetarëve. Sot jemi këtu në qendër për të inspektuar rrugën prej Tesat Kulla, e cila e lidh deri te bulevari Vëllezrit Gjinoski. Të inspektojmë punimet së bashku me ekipin, me pjesë të këshilltarëve, por edhe të takojmë qytetarët në këtë zonë. Punohet me një intensitet pak më të lartë në këtë periudhë, sepse diku ka fillimi i korrikut, siç e dimë, do të na vinë edhe vëllezërit tonë nga Mërgimi. Ka 270 metre gjatësi rruga, në total diku 3.5 milion denar së bashku me TVSH-n. Është një nga rrugët frekuente dhe kryesore në këtë pjesë të qytetit. Besoj që dukshëm do ta përmirësojë lëvizjen e qytetarëve dhe sigurinë në komunikacion. Punimet e nisura pritet të përfundojnë deri ka fillimi i korrikut, me qëllim që kur të vinë mërgjimtarët të mos kenë vështirësi në lëvizje. Para se të fillojmë, kemi biseduar që të gjithë këto punimet që kanë nisur në këtë periudhë të përfundojnë me përfundimin e muajit qershor, me të vetmin qëllim që korrikun ta mirëpresim me gjithë këto punime të mbyllura dhe gjatë atyre një muaj e gjysmë, 2 muaj derisa janë edhe bashkëqytetarët tanë në Mërgim të mos kenë probleme gjatë lëvizjes dhe në komunikacion. Besoj se me përfundimin e muajit qershor, fillimin e korrikut, të gjithë këto punimet që janë për momentin aktive do të përfundojnë dhe besoj se atëherë ta quaj kjo ofenziv ndërtuese ndërtimit të rrugëve, rikonstruimit të rrugëve do të ndërpritet për një periudhë derisa janë ato këtu, pastaj do të vazhdojmë diku nga fundi i gushtit. Në bisede sipër edhe me ekipin, por edhe me kompaninë e cila besoj që në fillim të korrikut diku do fillojnë edhe punimet për urën e re tek gjykata. Autoritetet komunale theksojnë se investimet në infrastrukturë do të vazhdojnë pas kthimit të mërgjimtarëve në vendet e punës, me fokus në modernizimin e rrugëve, rritjen e sigurisë në komunikacion dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për banorët e Gostivarit. Punimet në këtë rrugë janë pjesë e një sër projektesh që aktualisht po realizohen në qytet, duke reflektuar angazhimin e komunës për transformimin dhe zhvillimin urban të Gostivarit.